Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish edhe ditën e sotme me mua Tirona Lilin për të komentuar ngjarjet edhe dinamikat më interesante që po ndodhin në Big Brother VIP Albania 5. Çfarë do të ndodh sonte në shtëpinë më të famshme në Shqipëri? Ka ndodhur shumë dinamika, ka ndodhur shumë zënka, deklarata të fuqishme, ofendime kundër drejt njëri tjetrit që kanë kaluar çdo kornizë të mundshme, debate që në fakt kanë nxjerrë në pa karaktere që nuk i kishim parë dhe kanë sjell në pikpyetje lojë lëvizje interesante. 30 ditë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Sonte banorët do të manifestojnë një mujorin e tyre brenda kësaj shtëpie. Një mujor me shumë ngjarje, për ato brenda është sikur të jetë një vit, për ato brenda është sikur të jetë një rrugtim që në fakt nuk ka përfundim. Por gjithsesi sonte fillimisht njëherë do të flitet për këtë. Një muaj, çfarë ka ndodhur, çfarë është thënë, dinamika të pa transmetuara më herët, ku dhe përfshirë dinamikat e fundit që ka ndodhur në shtëpi. Pasi që Ledionit së bashku me opinionistët do t'japin qëndrimet e tyre për një mujorshin brenda shtëpisë, do flitet edhe për ngjarjet më të fundit që në fakt kanë qenë mes Rogertit edhe mes Malit. Ju e dini shumë bukur në sfidën që vllau i madh ju dha banorëve nga Lori Cafe, sfidën e rezistencës, Rogerti dhe Mali patën një plasje jashtëzakonisht të fortë me njëri tjetrin, ku ky i dyti, në këtë rast Rogerti, përfshiu, përmendi edhe familjen e Malit, duke i thënë Malit që ti nuk e do babain tënd, nuk e do nënën tënde, në këtë rast këngëtarja Violeta Kukaj. Nuk e dim në qoftë se Violeta ka kërkuar një takim me Malin për t'i dhënë mbështetjen, për t'i dhënë forcën, për t'i dhënë pozitivitetin që Mali të ecë në këtë lojë, por zakonisht e Marta nuk është në Big Brother nata e surprizave, nata e takimeve, apo nata e rrëfimeve të jetës. Zakonisht shtunën e kanë produksioni më glamur për t'i bërë këto lloj rrëfimesh. Nga situata me Mali, që me patjetër opinionistët do të godasin Rogertin sepse nuk është duke bërë lojë të bukur, nuk është duke u sjellë siç duhet, nuk është duke luajtur në formën më të mirë, do të thonë po luan jashtëzakonisht keq, një lojë që realisht të neverit edhe duket e frikshme në syrin e publikut. Nga kjo do të kalojnë tek një propozim dashurie. Sonte kemi një propozim të veçantë dashurie. Tani se kush do të propozoj brenda shtëpisë së Big Brotherit, në fakt kjo mbetet për të parë. Casey dhe Ina, si çift që janë, nuk ma merr mendja dhe nuk e besoj që Casey mund të propozon Inën. Nëse do ta bën për interesin e klikimeve, për interesin e shikueshmërisë, do me thënë bazë interesi, por nuk ma merr mendja që Casey do ta propozonte Inën në këtë mes, sepse ai e mori atë çfarë deshi, do me thënë Ina dhe Casey nisën rrugtimin e tyre të dashurisë dhe ma merr që dhe besoj që nuk ka mbetur këtu vend për propozime, ndërsa në anën tjetër, do me thënë, mund të propozon edhe Mateo Brikenën. Nuk i dihet, pasi që mami Brikenës, më falni, la shumë për të kuptuar, la shumë vend të shprazur në këtë mes, do me thënë ajo e mirë kuptoi në një farë mënyre marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës, i tha fjalët më të mira që Mateo është djali më i mirë dhe ndoshta sonte Mateo do t'i propozon Brikenës një rrugtim të bukur në dashurinë e tyre. Në fakt do doja ta shoh këtë gjën, edhe pse dyshimet e mia më të mëdha janë tek Casey edhe tek Ina, që Casey mund t'i propozon i ulur në gjunjë me unas në dorë Inës martesë, për faktin sepse duhet të ndodhen një dasëm brenda kësaj shtëpie, do të thënë një dasëm që tashmë është bërë tradicionalitet dhe zakonisht këtë dasëm e kanë bërë gjithmonë çifti, i cili ka qenë çift në thonjza brenda në shtëpi.
do me thënë kemi një propozim dashurie. Më pas do me thënë kemi dyshimet e mia te propozimi i dashurisë gjithmonë, pasi që në prajmin e kaluar ai në dhomën e rrëfimit i shpreu emocionet, e shpreu ndjesinë që ka për Juelën, Stenaldo. Stenaldo mund të na mahnit, mund të na befason të gjithëve, edhe mund të propozon Juelën për një rrugtim të bukur të dashurisë së tyre. Do të thënë, do të mbetet për të parë ajo se çfarë do të ndodh sonte. Është një natë shumë e gjatë, është një natë me shumë surpriza. Unë në fakt me zemër e uroj që të jetë Mateo dhe Brikena ai që të nisën këtë rrugtimin e bukur. Në fakt dyshoj sepse Mateo këto ditët e fundit ka qenë shumë i mendueshëm, ka qëndruar jashtëzakonisht vetëm, e kanë thërritur disa herë në dhomën e rrëfimit. Kjo gjë lidh sepse vllau i madh si zakonisht me banorët këto sekretet, këto surprizat i bëjnë në dhomën e rrëfimit dhe mendoj që Mateo mund të jetë djali i cili do të futet rreth një rrugtimi apo në fakt do të realizojë një gjë që i kishte mbetur pengë. Por në qoftë se është edhe Casey, sepse edhe Casey e kam parë këtë kohë shumë të afërt me Inën, do me thënë shumë pozitiv me Inën, shumë energji të mirë, nuk dua të dyshoj që mund të jetë edhe Miri, sepse Miri thotë që unë Selin e dua si vajzën time, do me thënë do shohim sonte në fakt se çfarë do të ndodh, pritet që të jetë një natë shumë e gjatë, pritet të jetë një natë me shumë emocione, aty ku do të rrëfen këto ndjesitë e dashurive. Dhe në fakt me shumë mall unë e pres ta shoh sonte këtë prime. Jepni mendimin tuaj ju, kush mendoni që mund të jetë djali i cili do të ulet në gjunjë, do të përgjërohet në një dashuri dhe do t'i kërkon partneres së tij të vazhdojnë këtë rrugtimin. Edhe pse në fakt dyshimet e mia janë tek Mateo duke u bazuar tek fjalët dhe energjia që nëna i dha Mateos për të vazhduar rrugtimin me Brikin, do me thënë që të jenë të dy së bashku. Edhe pse prindërit e Brikenës e pash që nuk është se ishin kundër, do me thënë ato e thanë që në qoftë se Brikena ndjehet mirë, në qoftë se Brikena ndjehet okay, ne mund të vazhdojmë këtë rrugtimin. Unë mendoj që ndoshta në dhomën e rrëfimit Brikenës ja kanë thënë, okay, të këto janë të gjitha amendësime, do me thënë nuk e dim ne kush do t'jetë sonte surpriza e madhe që do merr këtë propozimin e dashurisë, por më afër kësaj gjëje janë Ina edhe Casey, dhe Casey po e bëri këtë gjë, do të thënë do e bëj për inat banorëve të tjerë, nuk e shoh që mund të ketë dashuri në këtë mes.